Lebona do në 3 pozicione, ose 3 lagje, si tëm, është lagja e parë, lagja e Dobraticëve, që u konë edhe më herët. Mas lagjes Dobraticëve është lagja e përbezve me Bërbatës edhe sajt, edhe ata janë përbez janë por sajt të vit, Bërbatës janë pak, ma vuën të ardhen, pastaj janë kryesisht fshatrave të komunës të Biliqit, ka të ardhen, të komunës të Lapit, për fshatrit Popov, ka pej komunës Lapit që të ashtë një fshatit për Goti Shnjak, veç lagja 2 për thamëne, kurse lagja 3 është e ferma e pulave, është lagje anën e djathë ka të vish për Prishtine, dhe më anë aty janë kryesisht të ardhen, e shumica janë Lapjan. Dhe më anë pej teritorit komunës Podjeves, Lapit, që unë i ku mirë prisë, sepse atje kam pas kushte ma të vështira, kurse sot i kanë kushtet për jetesë. Sa i përket infrastrukturës fshat, 2010-ën jem bo rruga kryesore, rruga Haxhi Sylla, nëpërmes fshatit, edhe kjo rruga këtu, deri atje, edhe u bo rruga ka përbesës dhe Bërbatës. 2 mandatet e qeverisës shpendit, më mdëket, u bo shumë pak investim. Pak e fare në Lebon. Në mandatin e kalun kryetarit Roma, janë infrastrukturë rrugore arrit të shtrojnë në asfalt dikon ofër 4 kilometra. Ka pas pak qërim ndryqimit publik, ka fillu veç edhe kënde i lojrave në fshatin që të lagjen këtu, e unë besoj që edhe në fshatin Trud do sepse unë gjithër thëmë, banorë si Truda si Lebona janë për mu njëjtë. Dhe unë nuk mujnë daloj banorin ajo është i Trudës e unë i Lebonës. Jo, unë jam përfaqësues i 2 fshatave. Problemin tash e kemi pas me transport publik në tetor të vitit kalum. Sepse komuna e ka bo një zgjedhje me transport publik, edhe na transportin publik e kana pas deri në Bardhash, kurse transportin ndërurban që qarkullon Prishtinë Podjev, ato e menaxhon Ministria e Infrastrukturës. Mas lejimit trafikut urban të komunës Prishtinës, që qarkulloj autobusi deri në fshatin Tenezhdall, edhe në Barileve ka pas edhe para lufte, kanë lind problemet e trafikut ndërurban, komunë Prishtinë kanë pas të lashe operatorët ekonomik që i ka kontraktu komuna për mos me avno lotarë ose për na i merë një lotarë. Gjë që për mu është një gabim, e kom thonë edhe thëmë, është një gabim jashtëzakonisht i madh aty në operatorëve, sepse gjithkush sot po punon për me pas një jetë më të mirë, me pas një ideale,